e shumë mundësive Në Shqipëri nuk ka drejtësi dhe këtë e besojnë 90% e shqiptarëve. Korrupsioni është ai që merr vendimet e drejtësisë e për këtë duhet të çojmë rrafet e tërmetit nën këmbët e tyre. Kjo deklaratë u bë nga kryeministri Rama përpara trupës diplomatike, të cilët ishin ftuar në një pritje fundviti në kryeministri. 90% e shqiptarëve besojnë se në Shqipëri nuk ka drejtësi. Mbi 80% janë ata që pohojnë me plot gojen se sistemi i drejtësisë është i korruptuar. Ndërkohë që këtu në sallë jemi 100% dakord që në Shqipëri as drejtësi nuk ka dhe nga ana tjetër korrupsioni përcakton vendimet e drejtësisë. Pa i çuar rrafët e tërmetit të reformave nën këmbët e sistemit të drejtësisë, nuk do të garantojmë dot themelet e ngrinës moderne të shtetit. Ndërsa ka bërë një bilans të vendit për 2015-ën, kreu i ekzekutivit shqiptar u ndal edhe tek progres raporti, si dhe tek refuzimi i vizave për Kosovën. Më në fund, pas kaq shumë ngurrimesh të pakuptimta dhe heshtjesh fajtore, Bashkimi Evropian vendosi të hedhë një hap më tutje drejt liberalizimit viza. Do të plotësohet si hap një orë më parë për t'i dhënë fund absurdit më të madh të Europës së sotme. Në fjalimin e fundvitit, kryeministri preku dhe disa nga ngjarjet kryesore në të cilat u ndodh vendi, si vizita e Papa Franceskut, ajo e kancelares gjermane Angela Merkel dhe së fundi uroi shqiptarët për 2016. Gëzuar festat e fundvitit të gjithëve ju, qoftë 2016 të paktën më i mirë se 2015.